Berisha, krahas problemeve me aeroportin e Vlorës, që ju thoni se tashmë ka dalë në dritë për shkak të prishjes së pazareve, zgjedhjet vendore, pjesëme vendore që janë në sfond, në fakt po tregojnë një problematik edhe në radhët e opozitës. Partia Demokratike kishte deklaruar se do të mbështeste një kandidat të pavarur që vinte nga shoqëria civile, siç është zoti Dionis Sota, që duket se është prezantuar tashmë. Por këto ditë një tjetër kandidaturë ka dalë në dritë, ajo e zotit Gjergjenika, që është edhe antar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Ju, zoti Berisha, do ta mbështesni këtë kandidaturë, cila do të jetë qasja e Partisë Demokratike ndaj dy kandidatëve tashmë të shpallur nga radhët e opozitës? Spari, ajo është s'ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Ajo është këshilltar i propozuar nga ish kryetari i Partisë Basha me Ali Bey, se lidha asgjë me Partinë Demokratike. Kështu që të shprehet, të pyet se kë do mbështes Partia Demokratike. Partia Demokratike do mbështes kandidatin që ka deklaruar se do e mbështes. S'ka asnjë lidhje me atë kandidatin Kalp. Por nuk ka thënë, edhe ai s'ka thënë që jam i Partisë Demokratike. I opozitës. Jo, i opozitës, s'ka i opozitës, ai ka thënë me i pavarur. I pavarur e fut. Tjetër problem pastaj. Okej. Do të qëndroj sërish në Vlorë. Ditën kur u mbajtë në Tiranë protesta në mbështetje të liderëve të UÇK-s, u vure mungesa e liderëve të opozitës, ashtu sikurse ju kishit deklaruar që nuk do të merrnit pjesë në protestën që do të mbajë, duke qenë se ju kishit akuzuar se mund të ishte një protestë e cila mund të përdori politikisht nga kryeministri Edi Rama. Por përfaqësuesit e opozitës nuk munguan. Një prej tyre ishte edhe zoti Bujar Leskaj. Si e komentoni thyerjen e vendimit politik të zotit Leskaj për të marrë pjesë në atë protestë, në kushtet kur zoti Berisha, për t'ju kujtuar, dhe këtu më kanë ardhur në ndihmë edhe kolegët e mi që mbështesin zhvillimet, që mbulojnë zhvillimet në Partinë Demokratike, zoti Leskaj jo vetëm që nuk ka respektuar, po themi, këtë vendim politik të Partisë Demokratike, por duhet kujtuar që zoti Leskaj është mbase ndër të paktën deputet të Partisë Demokratike që nuk kanë nënshkruar kërkesën për shkarkimin e presidentit, është nga ata deputet që i ka dalë kundër vendimit të Partisë Demokratike për primaret e kryetarëve degëve, është i vetmi që ka votuar kundër kryetarit të grupit të Partisë Demokratike, njësër vendimesh tjera që në fakt shkojnë kundër linjës apo kundër vendimeve politike të Partisë Demokratike. Keni një koment? Tani, së pari është trillim dhe shpifja. Ajo që thonë se ka patur një urdhër, nuk ka patur kategorikisht asnjë urdhër. Më falë. Pi thonë vetë. Tani do më falë shfesë. Jo, së ndryshe, nuk ka patur asnjë urdhër për të marrë apo për të mos marrë pjesë në protestën e UÇK-s, e organizatës së UÇK-s. Nuk ka patur. Së dyti, duke mbështetur plotësisht kauzën e drejtë, luftën e drejtë të luftarëve dhe udhëheqësve të UÇK-s për liri dhe dinjitet kombëtar në Kosovë, unë i kam shpreh gjithë konsiderantat.